Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. I jep dorëheqjen zëvendës ministri i Arsimit Lulzim Aliu në Maqedoninë e Veriut. Dorëheqja është dorëzuar kryeministrit Istria Mickoski. Aliu tha se ky vendim erdhi pas reflektimit personal dhe profesional, që siç tha në këtë periudhë është mirë të vazhdoj punën në profesionin e tij akademik dhe të përkushtohet ndaj familjes. Ai falenderoi Partinë Alternativa për besimin e dhënë. Krerët e koalicionit qeverisës Vlen në Maqedoninë e Veriut përjashtoi mundësinë e përçarjes dhe konflikteve brenda kampit. Zëdhënësi i Vlen Driton Sulejmani thotë se dorëheqja e Lulzim Aliut nga funksioni zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës është për çështje personale. Zëvendës ministri i Arsimit arsye të dorëheqjes i ka potencuar edhe në profilin e tij të Facebookut, është për çështje personale, asgjë tjetër konkret. Të gjitha që i ka potencuar aty, domethënë ajo është edhe përgjigja konkrete për këtë pyetje. Sulejmani bërditur se liderët e Vlen do të mbiden për të propozuar emra për këtë pozitë. Tash mbetet që liderët e koalicionit Vlen të mblidhen të takohen mes veti dhe të propozojnë emër të ri për pozitën e zëvendës ministrit, ende nuk ka asgjë konkret. Politik. Alianca për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravarit shpreh shqetësim për reformën ligjore dhe administrative që do të përfshijë njësinë për punë të brendshme në Strug Dibër Kërçov. Ky veprim cenon drejt për së drejti parimet kushtetuese të barazisë, përfaqësimin e drejtë dhe bashkëjetesës ndëretnike, si dhe minon besimin ndërmjet komuniteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Alianca për shqiptarët, pas deklaratës së djeshme të zëvendës ministrit të MPB-s, Astrid Iseni, që propozimet e tilla po diskutohen, por nuk kanë vendim definitiv, kërkon nga përfaqësuesit e koalicionit Vlen që të marrin përgjegjësinë politike që u takon, të reagojnë menjëherë dhe të vihen në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar të Strugës, Dibrës dhe Kërçovës. Në një konferencë për shtyp nga Alianca thuhet se me ndryshimet që po hartohen, kjo njësi do të kalojë në jurisdiksionin e sektorit për punë të brendshme në orë, për pasojë si pasaj në qytetet me shumicë shqiptare. Nuk parashihen më pozita kyçe si kryeshefi i policisë ose kryeshefi i njësisë antikrim dhe komandanti pikës kufitare dhe zëvendës komandant në stacionet policore. Pasqyrimi një politike që s'ndalon, nuk aplikohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat sipas demografisë dhe shumicës shqiptare në këtë region, kryeshefi i sektorit rajonal për kufirin i MPB-s me qendër në Ohër, emërohet një maqedonas nga Kërçova në një pozitë të cilën për 2 dekada e ka përfaqësuar shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon Izet Mexhiti se 3 muaj pas zgjedhjeve lokale në komunën e Çajerit asnjë nga premtimet e tij nuk është realizuar, madje nuk ka nisur asnjë punë konkrete në terren. Sot pas 3 muaj qeverisje lokale, realiteti është krejtësisht i kundërt. Premtime boshe, mashtrim elektoral dhe mungesë totale veprimi. Sot asnjë shkollë nuk është renovuar, nuk ka asnjë investim të dukshëm në terren. Çajiri vazhdon të ketë mbeturina, gjithandej, ndërsa ka humbur fuqia e shqiptarëve në ndërmarrje të qytetit të Shkupit. Sipas asaj situata është po aq alarmante dhe brenda administratës komunale. Komuna funksionon pa kryetar gjatë pjesës më të madhe të ditës, pasi Izet Mexhiti si gjithmonë shfaqet vetëm pas dite duke trajtuar udhëheqjen e komunës së çështje dytësore, deklarojnë nga BDI. E vetmja arritje që mund të evidentohet në këto 3 muaj është emërimi në post drejtori i shefit të shtabit zgjedhor, njëherësh dhe dhëndri i tij Besim Koka. Ky veprim është dëshmi e qartë se prioriteti i Izet Mexhitit nuk janë qytetarët, por nepotizmi dhe interesat e ngushta personale. Me fillimin e punës në krye të Gostivarit, kryetari i komunës Valbon Limani premton se do të punojë për të gjithë banorët. Përpara gazetarëve, Limani nënvizoi se zyrat e kësaj komune do të jenë të hapura për të gjithë pavarësisht ndasive politike. Të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu, në rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e Këshillit zotri Valdet Xhaferin dhe me Këshillin komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivaras. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, siguroi 61.24% të votave gjatë ripërtëritjes së zgjedhjeve, ndërsa kandidati i koalicionit Vlen, Nevzat Bejta, mori mbështetje në rreth 7.145 votuesve ose rreth 30.46% të votave të vlefshme.
Ministria e Transformimit Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut harton ndryshimet ligjore për armonizim me standardet europiane në fushën e roaming me qëllim më shumë mbrojtje, transparencë më të madhe dhe kosto më të ulta dhe të parashikueshme për qytetarët gjatë përdorimit të shërbimeve roaming në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këto përfshin heqjen e kostove të roaming gjatë udhëtimit në vendet të BE-s, rritjen e sigurisë ligjore dhe parashikueshmërisë së çmimeve dhe lehtësimin e aksesit në shërbime digjitale, i shërbime dhe komunikime mobile jashtë vendit, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Transformimit Digjital në Maqedoninë e Veriut. Aktualitet. Arrest shtëpie për gjyqtarin e gjykatës së lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Gjoko Ristov. Sekuestrohen dhe dokumentet e udhëtimit. Pas 3 ditësh në Arati, Gjoko Ristov, i dyshuar për korrupsion, u mor në pyetje në gjykatën penale nga gjykati i procedurës paraprake. Nga prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit u paraqiten provat e mbledhura mbi të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm se i ka kryer veprat e rënda penale për të cilat ngarkohet. Masa e arrestit u caktua pasi një seancë të jashtëzakonshme, Këshilli Gjyqësor miratoi heqjen e imunitetit të gjykatësit Gjoko Ristov, duke e pezulluar nga të gjitha aktivitetet gjyqësore për sa kohë zgjat procesi i hetimit dhe eventualisht procesi gjyqësor. Zbardhen detaje nga operacioni në Negotin të Maqedonisë së Veriut, ku i gjetën 350.000 euro në murin e një shtëpie. Sipas policisë financiare, objektin e Negotin është pronë e prindërve të gjykatësit të apelit në Shkup, Gjoko Ristov. Mbi gjyqtarin rëndojnë dyshimet për veprën penale, fitimi i palishëm dhe fshehje pasurisë. Pas gjetjes së 350.000 eurove të padeklaruara të gjyqtarit Gjoko Ristov, reagon zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj. Ai deklaroi se nuk bëhet fjalë si një rast i izoluar, por si maja e zbergut e një sistemi që për vite me radhë ka mbrojtur të fortë dhe ka shtypur qytetarët e zakonshëm. Sipas tij, situata bëhet edhe më alarmante për shkak se emri Gjoko Ristovit nuk është i panjohur për opinionin e institucionet e drejtësisë. Fetaj rikujton se Ristov, së bashku me gjyqtarin non grata Enver Bexheti, ka qenë pjesë e vendimeve që japën rrugën e lirisë ish drejtorit të policisë sekrete Sasho Mjalkov, i cili lëvizi liri jashtë vendit. Ai ngriti gjithashtu shqetësimin se rasti Ristov mund të jetë vetëm një prej shumë rasteve ku gjyqtar dhe prokuror përdorin ligjin si mbulesë për korrupsion. Koalicioni i qeverisës vlen në Maqedoninë e Veriut përshëndet vendimin e Këshillit Gjyqësor për të hequr imunitetin e gjykatësit të apelit Gjoko Ristov dhe për ta larguar përkohësisht nga detyra, si dhe për të shqiptuar masën e arrestit shtëpiak. Për vlen, ky hap nuk e mbyll çështjen, përkundrazi hap dhe më shumë, sepse kur te një gjykatës apeli gjenden 350.000 euro të dyshuara si paratë palishme, nuk është skandal individual. Vlen rikujton se Ristov bashkë me gjyqtarin non grata Enver Bexheti kanë qenë pjesë e vendimeve që i hapën rrugën e lirisë Sasha Mjalkovit, simbolit të shtetit të kapur. Në të njëjtin kontekst u saksionua non grata dhe nga Artan grupi i ratisur nga drejtësia, apelojnë nga koalicioni Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimin e radhës të drejtuesve të prokurorive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me 10 vota pro, Këshilli i Prokurorëve Publik zgjodhi Besir Aliun për shef të prokurorisë themelore në Totov. Aliu e ka ushtruar këtë funksion dhe gjatë mandatit kaluar, duke u zgjedhur për herë të parë në vitin 2020 nga Këshilli i Prokurorëve. Më herët ai gjithashtu ka qenë antar i Këshillit Drejtues të Akademisë për Gjykatës dhe Prokuror. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.